Ja bëj dhuratë mandatin e dytë të Spakut Rama me që fitoi tani? Rama duhet të jetë i ashpër ndaj prokurorëve, të jem realist, sepse Rama do të i thotë që tani e tutje ju çdo kallëzim penal ndaj meje do ta pushoni me një herë. Pra, mund t'ja bëj këtë dhuratë në këmbim të kësaj. Jo, nuk jep dhurata Rama, çfarë mendon ti? Rama pas 8 mandate ku t'i japi dhurata? Shumicën po e bën, i jep mandatin e dytë Spakut në këmbim të kësaj që ju thatë. Edhe një herë po të them ty. Rama nuk jep dhurata, nuk dhuron Rama. Ramës vetëm t'i dhurosh. Rama do t'i bëj ata të Spaku, ta mendojnë mirë kur që t'i marrin telefonin. Në qas një preta për të Spaku. Nuk e di se si e kanë marrë njerëzit këtë gjo, unë e kam marrë me shumë sportivitet, e di pse se të paktën është që derisa sovrani foli, s'kam që t'i bëjë unë, se s'mu të marrë autoritet, unë a ka bërë manipulime, që sigurisht korrupsion, presion, këto as bëhet fjalë ekzistojnë 100%, por unë them këtë gjë. Burri është pushteti dhe gruaja është populli. Kur gruaja të çohet që të denoncoj burrin, atëherë mbahuni çuna. Nuk jemi ende në këtë situatë. Por fatura do jetë e rëndë për të gjithë. Pra, edhe unë këtu që jam përpara jush. Fatura financiare që do paguajmë të gjithë, që të shkojmë në Bashkimin Evropian, po ekziston deri atëherë. Edhe ai si është. E kupton? Po ekziston edhe ai, po pavarësisht se ekziston apo nuk ekziston, duhet të mbulojmë korrupsionin vëlla. Do ta mbulojmë korrupsionin. Korrupsioni nuk mbulohet duke thënë që do ta bëjmë luftën kundër korrupsionit. Korrupsioni do të mbulohet duke na rrit taksat ne. Ne do paguajmë lek. Që jetojmë këtu. Ai që voton për faktin tim që është jashtë shtetit nuk pagon taksa këtu. Edhe kur vjen këtu dhe i thu ka taksa, po ne atje nuk pagojmë taksa kaq shumë. Po jo, hajde dhe ti që votove nga ndej pushtetit, të paguash bashkë me mua taksa, mos më rriti mua atje, edhe të më thuash që jo, paguani ju se ne këte nuk paguajmë. Prandaj, që të jemi, jam realist, se kjo është realiteti, të jemi realist, kjo është e vërteta. Do vit dita që të paguajmë faturën. Fatura do t'jetë edhe brenda Spakut. Çfarë mendoni ju? Mendoni ju se Rama do të fali Spaku në rast se Spaku do shkojë të trokasë zotit Rama? Dhe mendoni ju sot në këto kushte që jemi, do goditet e zoti Rama drejt për së drejti? Ju a kam thënë se do goditet e zoti Rama? Pa ai nuk e din Rama këtë gjë. Marr lapsin, shënoj procedimin penal. Dhe unë si prokuror, derisa të jem atë të Spaku, procedimi penal 6666, fraksion 1. Tani, të ky fraksion 1 nuk dihet akoma personi që duhet të kapet. Pa ma dihet vepra penale. Vepra penale është 260. Korrupsion pasiv. Po tek kodi penal ka nenin 66, që është parashkrimi i veprës penale. Që do 20 vjet të parashkruhet vepra penale 260 të kodit penal. Do 20 vjet parashkrim nga momenti kur e ke kryer veprën penale. Që do të thotë Rama është nga 2013 deri në 2029 tani, deri në 2032 mund të ekzistojë kjo këtu që po them unë ty, të jetë regjistruar në fraksion, po mos të zgjet autori. Po e le hapur. Po është hapur më vëlla, po është hapur, po, e ketë hapur. Sa ai nuk ka ç'a të bëjë, e kupton, që nuk e merr, tani për tani nuk e merr.